Ky është Besnik Iliri, piktori i cili i ka dhënë ngjyra institucioneve arsimore të Bashkisë Maliq, pothuajse tek të gjitha shkollat, duke nisur nga shkolla Dimitra Gjata në fshatin Rëmbec, ku ne e gjetëm në momente pune, ai ka realizuar piktura me tematika të larmishme. Sapo kemi përfunduar edhe me kopshtin dhe me shkollën dhe presim që të shkojmë në shkolla dhe kopshte të tjera. Çfarë tematikash ka? Personazhe për fëmijë, si dhe stenda për korridoret për shkollën. Drejtori i kulturës në Bashkinë Maliq shpjegon se të gjitha ambientet e shkollave do të zbukurohen, përfshirë edhe ato në zonat më të largëta që mbulon kjo bashki. Kemi filluar që nga Zvezda dhe kemi përfunduar në Moklic. Pothuajse në të gjitha shkollat e bashkisë dora e piktorit ton është, sepse nëse është për pikturë, është nëpërmjet stendave. Veç personazheve të animuar që janë kaq të dashur për vogëlushët e kopshteve, Besniku ka realizuar dhe piktura që mbartin mesazhe edukuese për nxënësit e shkollave. Të tilla janë dhe ato të realizuara në shkollën e fshatit Zvezd. Është bërë kërkesa vjet nga drejtoria e shkollës, u miratua për këtë vit dhe punëtorët e bashkisë kanë bërë 2 stenda me thënie shumë të vyera për nxënësit nga autor shqiptar. Në Bashkinë e Maliqit janë 20 institucione arsimore që do të zbukurohen me imazhe të ndryshme, sipas edhe kërkesave të vetë shkollave.